Në një botë ku ritmi i jetës është i shpejtë dhe stresi është i pranishëm në përditshmëri, gjetja e mënyrave të vogla për të sjellë gëzim dhe kënaqësi në ditën tonë është bërë gjithnjë më e rëndësishme. Një nga këto mënyra është koncepti i kënaqësive të vogla, ato momente të vogla që na japin një ndjenjë të mirë dhe na ndihmojnë të përballojmë sfidat e përditshme. Sipas një artikulli të botuar në Healthline më 14 maj 2025, i titulluar 6 ëmbëlsira të vogla më të shëndetshme, kënaqësitë e vogla mund të jenë pjesë e një diete të balancuar dhe të shëndetshme. Artikulli prezanton 6 receta të ëmbëlsirave të vogla, që janë të shijshme dhe njëkohësisht të shëndetshme. Dardha të ngrohta me crumble të arave dhe chia. Një kombinim i frutave të ngrohta me një shtresë krokante të arave dhe farave chia, që ofron një shije të pasur dhe teksturë të këndshme. Molla të skuqura me crumble të arave pecan. Molla të freskëta të skuqura lehtë dhe të shërbyera me një shtresë të arave pecan, për një ëmbëlsirë të thjeshtë dhe të këndshme. Kafshata keku karote. Kafshata të vogla të bëra me karota, që ofrojnë një mënyrë të shëndetshme për të shijuar një ëmbëlsirë tradicionale. Latte me erza kungulli. Një pije ngrohtë dhe aromatike që kombinon shijen e kungullit me erza të ndryshme, ideale për një moment relaksi. Biskota me çokoladë të dyfisht dhe bajame. Biskota të pasura me çokoladë dhe bajame, që ofrojnë një shije të thellë dhe kënaqësi të vërtetë. Trufat me çokoladë të errët. Ëmbëlsira të vogla dhe të pasura me çokoladë të errët, që janë perfekte për një trajtim të shpejtë dhe të shëndetshëm. Këto receta jo vetëm që janë të shijshme, por gjithashtu përfshin përbërës të shëndetshëm si fruta, perime, ara dhe fara, duke i bërë ato zgjedhje të mira për ata që duan të kënaqen pa ndier faj. Në përfundim, është e rëndësishme të kujtojmë se kënaqësitë e vogla nuk janë vetëm për të përmbushur dëshirat tona të menjëhershme, por edhe për të na ndihmuar të kujdesemi për veten tonë në mënyrë të qëndrueshme. Duke zgjedhur opsione të shëndetshme dhe duke integruar ato në rutinën tonë të përditshme, ne mund të përmirësojmë mirëqenien tonë fizike dhe mendore. Kështu, herën tjetër që ndiheni të lodhur apo të stresuar, mos hezitoni të përgatisni një nga këto ëmbëlsira të vogla dhe të shijoni momentin tuaj të kënaqësisë.